Autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, politikanë dhe deputet kanë vlerësuar 29 nëntorin si një ngjarje të rëndësishme dhe lapidare. Prefekti e qarkut të Vlorës Evis Sallushi thekson se ditët e festave janë ditë reflektimi për të punuar më shumë për Vlorën dhe Shqipërinë. Sipas prefekte Sallushi, dëshmorët dhanë më shumë nga vetja e tyre se sa morën, duke besuar tek Shqipëria europiane. Ditët e festave janë ditë reflektimi për të gjithë, për të punuar më shumë për Vlorën dhe Shqipërinë tonë të dashur. Ata për të cilët ne festojmë dhe pushojmë sot, janë ata të cilët kanë punuar shumë dhe kanë pushuar pak. Kanë dhënë shumë nga vetja e tyre, më shumë se që kanë marrë për Shqipërinë, duke besuar se një ditë Shqipëria do të bëhet europiane. Si ata që punuan për pavarësinë, ashtu edhe ata që luftuan për lirimin kundër pushtuesve. Ndaj dhe ne sot kemi detyrimin historik, moral dhe ligjor për të punuar më shumë dhe për të çuar më tej mesazhet që ata lanë. Nëse gjithsecili prej nesh do të bëj punën e tij, atëherë do të kemi një Vlorë dhe një Shqipëri më të mirë dhe më afër Europës. Gëzuar festa të gjithëve, punë më të mira për Vlorën, për çdo qytetar që do qytetin e tij. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka theksoi se çlirimi i Shqipërisë është një tjetër ditë e çmuar për kombin ton pas 28 nëntorit. Moçka thot se sot jemi krenar, pasi jemi populli vetëm në Europë, që u çlirua me forcën e djemve dhe vajzave të tij. 81 vjetori i çlirimit të Shqipërisë, një ditë tjetër e shënuar për kombin ton, pas festës të pavarësisë. Këto janë dhe dy datat më shënuara në historinë e kombit ton. Dhe normalisht jemi këtu për të përkujtuar gjithë ata që dolën dhe dhanë dhe sakrifikuan jetën e tyre. Në fakt na bëjnë krenar dhe jemi për të ndjerë krenar pasi jemi nga popujt e vetëm në Europë apo edhe në Ballkan dhe në Europë që u çlirua me forcën e djemve tanë, me sakrificën e popullit tonë dhe me gjakun e bijve tanë më të mirë, i paharruar kujtimi i tyre. Mesazhe urimi vijnë në këtë ditë edhe nga deputetët e qarkut të Vlorës, Damian Gjeknuri, Brisejda Çakëri, Eriona Ismaili dhe Vullnet Sinaj. Sipas tyre, lufta antifashiste nacional çrimtare ishte një luftë e drejtë dhe renditi Shqipërinë krah aleatëve anglo-amerikan, ndërsa thonë se nderimi të rënëve për atë dhe lidhet ngushtësisht me memorien tonë kombëtare. Patjetër është një ditë e shënuar, është një ditë krenarie, është një ditë përkujtimi për gjithë sakrificën e brezave dhe mbi gjitha për një datë të shënuar që është çlirimi i vendit dhe një nga luftrat më legjendare dhe patriotike që ka bërë populli shqiptar. Vlora ka krenarin e saj, sepse Vlora është e lidhur dhe me 28 nëntorin, po 28 dhe 29 më mirë se në Vlorë nuk ka kuptim tjetër më shumë se sa këtu. Kështu që në këtë pikpamje uroj të gjithë vlonjatëve, të gjithë shqiptarëve gëzuar dhe t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë këto festa. Ju kish rritur nëna për një botë të re, lule moretrima që rat për ade, lavdi të përjetshme dëshmorëve të Ardeut, lavdi të përjetshme martirëve të lirisë. Në datën 29 nëntor, në ditën e çlirimit të vendit, ne kemi bërë një ceremoni për të nderuar gjakun e tyre, sakrificën e tyre, për të gëzuar ne gjithë sot lirinë që ndonjëherë e marrim edhe të mirëqen. Në fakt, ajo që më së shumti vlen sot është që Shqipëria përveç se e lirë, është edhe në një rrugë të ndërruar prej shumë kohësh atë të Bashkimit Evropian për të vlerësuar edhe për të ngritur në piedestal vlera, të cilat përmirësojnë jo vetëm jetën e qytetarëve në përditshmëri, por lartësojnë edhe dinjitetin edhe krenarin tonë kombëtare. Uroj gjithë shqiptarët gëzuar 29 nëntorin, ditën e çlirimit të vendit dhe uroj që të kenë vetëm begati, mirësi edhe dashuri. Sot është ditë e shënuar, 81 vjetori i çlirimit të Ardeut dhe jemi këtu në varrezat e dëshmorëve për të kujtuar dhe për të respektuar dhe për të përullur me respekt para të gjithë atyre që dhanë jetën për çlirimin e Ardeut, për bën sakrificën më sublime. Dhe mendoj që një popull pa një memorie historike për ata që kanë sakrifikuar për çlirimin e Ardeut, për çlirimin e Ardeut nuk mund të ketë një të ardhme. Dhe është një ritual që ne e bëjmë për vit, kështu që jam sot këtu për të përullur me respekt të madh për sakrificën e tyre sublime për jetën për çlirimin e këtij vendi. Dhe ju uroj të gjithë qytetarëve të Vlorës gëzuar festën e 29 nëntorit, gjithashtu gjithë shqiptarëve, sepse është një festë kombëtare, ne jemi qyteti ku kemi qenë bazë e luftës nacionale shqiptare. Lufta ka pasur nacionale shqiptare, ka pas folen në Labëri, në Vlorë, gjithë qytetin e Vlorës, në gjithë qarkun e Vlorës, dhe kështu që na takon ta festojmë ata ashtu siç duhet me dinjitet. Kjo ditë përkujtohet me përulje, edhe sipas kryetarit Partisë Socialiste të Vlorës Klevis Kaso.
Kaso thekson se sakrifica e dëshmorëve vendos themele të sigurta për të ardhmen e vendit tonë. Në këtë 81 vjetor të çlirimit të Adheut, përkujtojmë me përullje gjakun e dëshmorëve tanë, lavdi dëshmorëve të Adheut, ku me përkujtimin e tyre ne vëmë themele të sigurta për të ardhmet e vendit tonë.